flas për nxënësit për distancat lartë, apo flas për nxënësit që kanë shkollën më larg se 1,5 kilometër. Bursa për secilin maturant, si prej gjimnazit edhe shkollës mesme profesionale në momentin që regjistrojnë fakultetin, qoftë ai publik ose privat. Te pjesa e sportit është dyfishimi i buxhetit sportit, restaurimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe historike dhe krijimi i një kalendari tradicional për promovimin e tyre, mbështetje financiare për talentet e rinj në art, muzikë dhe në letërsi. Te pjesa e ekonomisë dhe bujqësisë është skema komunale e granteve për bizneset familjare me prioritet gratë, programi 10 ide 10 biznese për të rinjtë i stokut, po flasim për vlera prej 3.000 deri në 5.000 euro, brendimi i produkteve lokale, madje në një stok mënyrë që me i promovu secilën prej tyre. Te pjesa e shërbimeve publike është vazhdimi i ndërtimit të rrugëve lokale, vazhdimi i ndërtimit të trotuarëve në zonë urbane, krijimi në stacionet që theksova edhe më herët. Planifikimi urban është pjesa e renovimit dhe përmirësimit i objekteve kolektive në zonat urbane, Istok, Rakac, Banjo dhe Rakaç, dhe vazhdimi i gjelbrimit të cilës pjesë të qytetit të Istokut. Po, në 3 minutët e parë kemi prekur tema të ndryshme, natyrisht në bazë të planifikimit edhe prioriteteve që i kanë kandidatët të ndryshëm. Përderisa në pjesën e dytë kemi mundësi natyrisht edhe të replikojmë edhe debatojmë pa timing, por duke u fokusuar me një lutje që kam ndaj juve për çështjet që kanë të bëjnë me infrastrukturën, arsimin, shëndetësinë dhe tema tjera të cilat janë në kompetencën e komunës. Kështu që po e nis me infrastrukturën edhe po e fokusoj me që në planet e para u përmend edhe çështja e ujit pijes, u përmend edhe çështja e mbeturinave, u përmendën edhe çështja e ujrave të zeza. Do t'ju pyes se cili do të jetë intervenimi i parë. Po që se ju bëheni kryetari i komunës, kësaj radhe po e nis me zotin Bujupaj, kandidatin nga Lëvizja Vetëvendosja. Faleminderit. Unë pra se më shku të infrastruktura... Mos të infrastruktura të mbesim njerë, pas taj po. Okej. Të mbesim. Mirë. E kem para pa në komunën tonë, kem mungesa në infrastrukturë sportive. E kem para pa ndërtimin në një palestre multifunksionale ku do të jenë të integruar të gjitha llojet e sporteve, do të kenë sallat e veçanta, po ashtu dhe një pishinë gjysmë olimpike. Pra kjo do të jetë intervenimi juaj i parë. Një pallat sporteve ka i Stoku, kam përshtypje. Ne do të ndërtojmë një pallat të ri. Të ri. Pasi edhe këto aktualin që është tash palestër, kjo është palestër për zhvillimin e lojrave aty. Këto do ta rregullojmë, por pasi ta rregullojmë këto, ne gjatë mandatit parashojmë ta ndërtojmë një qendër multifunksionale sportive që sportistët e Istokut të kenë qasje edhe të kenë më të lehtë edhe zhvillimin e sportit, po edhe rekreacionit. Pjesa tjetër e replikës ishte në rrafshin e infrastrukturës? Me kryetaren. E keni me kryetaren, urdhro? Po, faleminderit. Kryetari përmendi një shifër që në prezantimin e plan programit e tij 23 milion euro. Komuna e Istokut i ka buxhet për investime kapitale 4.200.000 euro për një vit, që i bjen për 4 vjet mandat, i bjen 16.800.000 euro. Për afërsisht. Ndërsa ju plan programin e keni 23 milion euro, që i bjen mjet e tjera edhe 7 milion euro për shembull në këtë rast. Është mbi. Është mbi projektin. E kuptoj që të diskuton pjesën e të bombit buxhet se këngërisht në këtë. Po, anë serana, për shtapo të pjesën. Po ta sqaroj prej mandatit që po lëm prapa. Po. Ne njëjtë kemi pas përfshirë pjesën e investimit kapitale, ka variu prej 3.5 milion deri në 5.2 milion. A din sa kemi bërë investime kapitale për këtë mandat që po lëm pas në total? Jo, për shtatë që për të ardhmen jam të folur. A din sa kemi bërë për mandatin që po lëm pas në total? Jo, se di. Jo, se di. Është gati 2 fish se sa kemi pas investime kapitale të projektuar në buxhetin tonë. Sa i ki pas, sa i ki bo? Pra afërsisht 5-16 milion janë. Jo, pra afërsisht sakti, kalcana me shifra sakta, si e konkretarë. Mos më pyetje mua, se kia kompetencë. A diçka deshta më dalën shumë. Pra afërsisht lejam të përfundoj. Janë të 5-16 milion që nëse bojmë si total të investimeve kapitale, janë investu gati 28 milion. Gati 28 milion. Tu e morë për asysh që jemi konë të goditun edhe për kontratës kolektive gati 8 milion. Prej përmbaruzve. Prej përmbaruzve, kanë mrejë mu investu 28 milion.
Tu 12 ditë që ti përmana unë. Po. Pa